Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me Prokurorinë Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit nga mbrëmja kanë zhvilluar një aksion në të cilin janë arrestuar disa persona për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerje të veprave penale të natyrës financiare ekonomike. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione në Shkup dhe Kumanov, ndërkaq Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka konfirmuar se në këtë aksion është arrestuar edhe ish drejtori dhe funksionari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Darvishta. Ministri Pançe Toshkovski thotë se aksioni është realizuar në koordinim me prokurorinë dhe gjykatësin e procedurës. Ministria e Punëve të Brendshme nga mbrëm po edhe sot vazhdon të zhvillojë një aksion të koordinuar, për të cilën janë marrë në vazhdimsi masa, me urdhër të Prokurorisë Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjatë ditës do të japim informacione të rëndësishme që janë në interes të opinionit. Kemi marrë masa dhe kemi privuar nga liria personin që ju po e përmendi dhe do të vazhdojmë të veprojmë në bazë të urdhrave të gjykatësit të procedurës. Bujar Darvishta është ish drejtori i drejtorisë së librave AM, por edhe ish drejtori i elektrodistribucionit. Arestimi i tij lidhet me akuzën për pastrim të parave.